Parlamenti Evropian ka miratuar rezolut të fortë për Serbinë, duke i kërkuar autoriteteve serbe që të ndalojnë menjëherë diskriminimin ndaj pakicave kombëtare, përfshirjet e shqiptarët e luginës së Prishevës. Ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Radmir Mustafa, për një reagim në Facebook e quajti këtë rezultat një këmban alarmi që nuk mund të injorohet më. Dueshtor se Europa po ja thot tronç Beogradit, mjaft në fasadën e të drejtave të pakicave. Në rezultat, theksohet se mbrojtja që Serbia pretendon se u ofron pakicave është vetëm formatet e se përfaqësimi i tyre është nën kontrollin e qeverisë. Sipas Mustafit, kjo përfaqëson një tale me demokracinë, po e dënon abuzimin e identiteteve kombëtare për të mbjellë përçarje dhe gjuhën e urrëties kundër pakicave, sikurse vendesa e Serbisë në hartimin e planit për të drejtat e pakicave tregon mungesë vullneti. Por derisa në pikën 46 tekson mungesën e sigurimit e përfaqësimit të plotë të pakicave në të gjithë nivelet e qeverisjes, ruajtja e identitetit kulturor përmes përdorimit të gjuhës përkatëse dhe plotësimit të nevojave arsimore si dhe garantimin e lirisë së shprehjes dhe qasjes në informacion, ka shkuar Mustafi. Ai shton se në pikën 38 pa e kërkon qasje të barabartë në media për të gjitha komunitetet dhe i bën thirrje autoriteteve serbe të zgjerojnë disponueshmërinë e shërbimeve të transmetimit publik në të gjitha gjuhët e pakicave në të gjithë vendin. Mustafi e mbyll reagimin e tij me një thirrje të qartë se Serbia duhet të zbatojë urgjentisht rekomandimet e POE-s, sidomos të drejtat e plota për shqiptarët dhe pakicat e tjera. Parlamenti shpreh keqardhjen që Serbia ende nuk i ka ndjekur penalisht autorët e sulmit terrorist në Bajnsk, duke përfshirë edhe Milan Radojčić. Paralelisht, Parlamenti Evropian ka miratuar edhe një rezolut për Serbinë, ku Serbia kritikohet për lihet në Rusinë për përpjekjet për destabilizim të rajonit të Ballkanit. Kërkohet që ndihma financiare për Serbinë të rishqyrtohet, nëse ajo vazhdon të bashkëpunojë me Rusinë. Deklarata e udhëheqësve serb në lidhje me angazhimin e tyre formal ndaj integrimit evropian tingëllon vërtet jo bindëse, ndërsa po planifikohet një udhëtim në Moskë dhe marrëveshje të reja energjetike me Rusinë, këtë javë nuk ka në horizont forma të nevojshme që janë thelbësore për një rrugë të suksesshme europiane. Në fund të ditës, antarësimi në Bashkimin Evropian është para se gjithash përgjegjësia e shtetit antar, jo një alibi për të shmangur përgjegjësinë e vet për problemet e vendit, tha Tonino Picula, raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian. Rezoluta kritikon edhe të ashtishueturën politik përkodelse të Komisionit Evropian ndaj Serbisë dhe i bën thirrje Komisionit që të flasë me një gjumë më të qartë ndaj Beogradit zyrtar. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Kosovën. Në këtë dokument kërkohet që dialogu me Serbinë të përmbyllet me një marrëveshje e gjithëpërfshirëse, një marrëveshje ligjërisht komplikuese e bazuar në njohjen e ndërsjellët. Në të njëjtin dokument kërkohet edhe heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Thuhet se Kosova i ka përmbushur kriteret për këtë. Autori draftit e eurodeputeti Riho Teras i ka quajtur këto masa të padrejta dhe të panevojshme që nga fillimi. Ne kërkojmë heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Ato kanë qenë të padrejta dhe të panevojshme që nga fillimi. BE-ja financon shumë projekte dhe programe të dizajnuara për të mbështetur agjendën evropiane në Kosovë. Kjo është arsyeja pse duhet të shfuqizojmë masat dhe ta lëmë Kosovën të përparojë me fonde që ofrojmë, tha Riho Teras, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Rezoluta përshëndet aplikimin e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian, mbështet antarësimin në Këshillin e Evropës dhe partneritetin për paqe të NATO-s. U bë thirrje 5 shteteve të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta njohin pavarësinë e saj. Në dokument shprehet shqetësimi për situatën e sigurisë në veri të vendit, veçanërisht pas sulmit në Bajnsk dhe incidentit në kanalin Iber Lepens.